diçka për të ndarë më tepër me opinionin publik, patjetër që do e ndajmë. Tjetër, për OSBE dirë në zgjedhje konstatuar gjerësisht përdorimi i grupeve kriminale nga partia në pushtet. 10 vëzhgues të OSBE-s konstatuan këtë, pa patur as hetues të BKH, as shish në dispozicion, as oficer të policisë gjyqësore, as prokuror, madje pa dalë fare duke pozuar në foto, sikur po bëjnë gjëmën krimeve zgjedhore. Pyetja ime është, po ju e konstatuat këtë? A e pa zonjën Vokshi që këzënoi live me vajzën nga karteli Xhabafti? Po mua që në vend të Gonxhes më doli padroni i tij Xhabafti që më tregonte se aty do fitonte Rama, apo nuk ju rezultoi ky krim elektoral sepse ishte banda e partisë. A ndërhyt ju në ndonjë rast për të goditur krimin organizuar që është i përzier si banda elektorale e partisë në pushtet në zgjedhje, apo duhet të presim 2029 që të dalë në ndonjë përgjim skaj, siç ndodhi në rastin e Durrësit në 2021, ku rezultonte që krimi organizuar kishte caktuar edhe listën e kandidatëve të PS-s, por ju e konstatuat këtë 4 vjet më vonë. Sa takon krimit të organizuar, siç edhe unë e përmenda, prokuroria e posaçme ka bërë punën e saj, duke regjistruar procedime penale, kryer hetime, ngritur akuzë, kërkuar masa sigurimi dhe duke dërguar për gjykim grupet strukturore kriminale dhe organizata kriminale që u përkasin rrethave kryesore të Shqipërisë. Organizata kriminale të cilat vërtet kanë qenë bërë shqetësim edhe jo vetëm për shoqërinë, por edhe për shtetin dhe për gjithë qytetarët shqiptar. Dhe ne kemi qenë të vëmendshëm edhe sa i takon përfshirjes së krimeve të grupeve të krimit organizuar në zgjedhje, kemi bërë verifikimet tona në çdo rast që jemi vënë në dieni dhe kemi kryer verifikimet e nevojshme. Patjetër që ka ndoshta shumë punë për të bërë, por ne kemi bërë më të mirë, mos harrojmë që jemi një institucion me 20 prokuror edhe me rreth nuk do theja 60 hetues, sepse një pjesë e mirë e tyre janë të sektori i përgjimit dhe nuk janë në terren, por rreth 40 sa hetues byros kombëtare të hetimit dhe kemi përballuar prokurorët e posaçëm gjatë gjithë periudhës së fushatës zgjedhore, kanë përballuar një volum pune shumë të madh dhe kanë bërë çfarë ka qenë e mundur në drejtim edhe të evidentimit të rasteve të krimit organizuar të përfshirë në zgjedhje. Patjetër, asgjë nuk ka mbaruar, ne hetojmë në momentin që kemi prova, kushdo që të jetë i përfshirë do vjet para përgjegjësisë penale. Sa i takon përballjes së zonjës Vokshi me Xhabaftin, por edhe ju zoti Noka ju thoni me kartelin Xhabafti, tani ne lidhur me këtë kemi ardhur në dieni dhe prokurori i ngarkuar prokurori i Spakut që mbulonte Tiranën ka marrë kontakt direkt, ka qartësuar situatën dhe të përgjigja kemi dhënë zotit Balliu duket në komision të ligjeve dhe kemi verifikuar që nuk ishte kompetenca jona dhe ushtroi ndaj një deputeti. Nuk është në kompetencën tonë, ne kemi deputetin subjekt të posaçëm, po jo dhuna që ushtrohet ndaj një deputeti. Dhe ne direkt, patjetër, kemi njoftuar prokurinë e Tiranës dhe ju kemi kërkuar atyre të përfshihen në ndjekjen e rastit. Kemi bërë veprime të shpejta në kohë rekord këto që thash, por nuk ishte rast që mund të trajtohej nga ne, por nuk është se mbyllën veshët. Jo, e adresuam atje ku duhej adresuar. Tjetër, por rasti i ndërhyrjes tjetër pyetje, por rasti i ndërhyrjes në Durrës tek troplinët me kërkesë me hetim e kërkesë të autoriteteve të huaja u kërkua arrestimi i tyre që në shkurt 2025. Ju dhe Irena Gjoka Maneku, Shpata, e mbajtit këtë kërkesë nga shkurti deri në maj, derisa të mbaroni zgjedhjet. Them kërkuat të arrestoni sepse ato mbaruan punën e zgjedhjet dhe pastaj u njoftuan e ja mbathën e sot janë në drejtim paditur. Në fakt, si pjesa dërmuese e krerëve të organizatave kriminale që keni shpallur me bujë se keni goditur. E vërteta është që çdo goditje ka ardhur për organizatat kriminale ku ka burimin të dhënat Sky, Enkro apo kërkesat e autoritetet të huaja kur jeni kujtuar ju për të arrestuar, pjesa dërmuese ja ka mbathur. A keni ju ndonjë përgjegjësi që secila prej bandave të lidhura me pushtetin vijon e qetë të shijojë lirinë dhe pse zyrtarisht janë shpallur në kërkim. Banda e Durrësit, banda e Elbasanit, jo vetëm kaq, por vijojnë edhe të marrin punë publike leje ndërtimi. Zoti Noga, unë kam sqaruar me 10 herë
histori. Dhe para nuk është një punë e dhuruar nga autoritetet e huaja, ka qenë një skuadër e përbashkët hetimore, ka qenë një xhit mes prokurorisë së posaçme dhe prokurorisë së Barit. Dhe kemi bashkëpunuar me ta në hetimin e kësaj çështje, një hetim i suksesshëm. Prokuroria e posaçme ka depozituar kërkesën në gjykatën e posaçme që në datën 19 mars të vitit 2025, kërkesë për caktim masë sigurimi. Vendimi i gjykatës na është vënë në dispozicion në datën 5/5/2025. Në datën 7/5/2025 është organizuar një takim koordinues në ambientet e zyrës së prokurorisë së posaçme me prokurorin e çështjes së prokurorisë antimafia të Barit, si dhe me disa hetues të dias së Barit. Dhe aty në atë takim u konkludua se si do ekzekutoheshin masat e sigurimit dhe kur do ekzekutoheshin masat e sigurimit. Dhe kjo ndodh gjithmonë kur kemi xhit. Nuk vendosim, marrim masat e sigurimit, marrim vendimin e caktimit masave sot dhe nesër ekzekutojmë masat e sigurimit. Jo. Marrim kohën e mjaftueshme sepse flasim për të kërkuar persona ndaj cilëve të caktuar një masë sigurimi që janë në Itali, janë në Shqipëri dhe në disa vende të Bashkimit Evropian. Dhe duhet koordinim, gjithmonë koordinojmë edhe me Europol për të marrë të dhëna lidhur me lokacionet vendodhjet e mundshme të personave për cilët ne lëshojmë masat e sigurimit, gjykata lëshon masat e sigurimit dhe pastaj vendoset. Kjo është e gjithë e vërteta. Kjo dhe nuk ka sa i takon pjesës tjetër që a keni ju ndonjë përgjegjësi që secila prej bandave të lidhura me pushtetin vijon e qetë, shijoj lirinë dhe pse zyrtarisht janë shpallur në kërkim, jo vetëm kaq, por vijojnë dhe të marrin punë publike, leje ndërtimi etj. Përgjegjësia e një prokurori zoti Noka, se keni qenë edhe ministër i brendshëm, është një dhe vetëm një. Të hetoj, grumbullojmë prova, bëj një hetim të plot, të gjithanshëm, objektiv, të ngrëj një akuzë dhe të përfaqësoj akuzën në gjykim. Në çdo rast kur prokurori merr një vendim gjykate për caktim masë sigurimi apo për ekzekutim vendim dënimi të formës së prerë, i vetmi veprim që bën prokurori është një urdhër ekzekutim masë sigurimi apo urdhër ekzekutim vendimi në rast se kemi një dënim dhe ja dërgon policisë së shtetit për ekzekutim. Në rastet ku nuk gjendet në territorin e Republikës së Shqipërisë, po sërish, pasi sinjalizohet nga policia e shtetit, prokuroria investohet me një urdhër kërkimi ndërkombëtar. Dhe kjo nuk është praktik vetëm e prokurorisë së posaçme, ka qenë praktik që 25 vjet që unë jam në prokurori, vazhdon dhe sot me këtë praktik prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm. Pra ne e kemi bërë punën. Patjetër ne po synojmë dhe pasuritë e vëna nga krimi, e kemi bërë publike edhe në të dy çështje që ju përmendim, kemi sekuestruar asetën e vlerë të konsiderueshme, patjetër puna vazhdon për gjurmimin me qëllim sekuestrimi dhe konfiskimi të produkteve të veprës penale, i cili dhe ky nuk është një proces i lehtë, por ne jemi të angazhuar për të shkuar deri në fund. Tjetër, kam një pyetje që lidhet me task forcën e zgjedhjeve, krijuar në fund të vitit 2024, edhe pse ajo si njihet si task forca mes